Njerëzit e Kosovës, pacientë e gjithë e meritojnë që të garantohen ndër të tjera që marrin edhe borna cilësore. Kemi përcaktuar qartë rritjen e mbështetjes për shkencën dhe orientimin e universiteteve drejt profilizimit kërkimor. Instituti i Farmacisë për ne përfaqëson një platformë për avancimin e kërkimit shkencor në Synojmë ka lidhë ngusht akademi me praktike profesionale, industri. Njëri nga këto funksione që ne do t'i përmbushim është edhe që ta lidhim sa më shumë e më ngusht shkencën me industrinë, me dobin për ekonominë edhe për shoqërinë. Unë besoj fort që ky institut vërtet e ka potencialin, e kanë edhe vullnetin, cilën e kam vrejt edhe para disa ditësh në një takim që kisha me kolegë e degës të farmacisë, si dhe duke ditë edhe mbështetjen që ekziston edhe brenda Fakultetit Mjekësisë, po edhe brenda Universitetit Prishtinës. Njerëzit e Kosovës, pacientë e gjithë e meritojnë që të garantohen ndër të tjera që marrin edhe borna cilësore, që ato borna i kanë ato përmbajtje që ju shkru në paketim. E unë e di që ka shpeshere vështërsi e ndoshta edhe keqbërjen këtë drejtet. Pra nëse heq kur gjo tjetër, ky institut do dojë mu forcu fort që me garantu që në këtë vendin tonë me qenë shërbim të publikës që vërtet e garantojnë cilësinë e bornave. Reformat që po e çojnë përpara në arsim e sheh arsimin e lartë jo vetëm si hapësirë mësimdhënie, por si nxitës të dijes, inovacionit dhe zhvillimit. Në këtë kuadër kemi përcaktuar qartë rritjen e mbështetjes për shkencën dhe orientimin e universiteteve drejt profilizimit kërkimor dhe aplikativ. Instituti i Farmacisë është pikërisht një shembull i kësaj çështje. Ai krijon mundësi që universitetit mos jetë vetëm vend i transmetimit të dijes, por vend ku dija prodhohet përmes kërkimit, analizimit, bashkëpunimit me praktikën. Në një sektor si farmacia, dhe këtë ju e dini më mirë se gjithë ne, kërkimi shkencor është domosdoshmëri. Ai lidhet drejt për drejt me cilësinë e shërbimeve shëndetësore, me sigurinë e produkteve dhe me zhvillimin e industrisë farmaceutike. Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, ka qenë dhe mbetet i përkushtuar që të kontribuojë në mënyrë aktive në zhvillimin e arsimit dhe shëndetësisë në vend. Në këtë drejtim, Instituti i Farmacisë për ne përfaqëson një platformë për avancimin e kërkimit shkencor në fushën e farmacisë, një mekanizëm për forcimin e lidhjes ndërmjet edukimit dhe praktikës profesionale dhe një hap konkret drejt rritjes së cilësisë së programeve tona studimore. Sot nuk po shënojmë vetëm hapjen e një strukture të re, po shënojmë institucionalizimin e një vizioni që synojmë ka lidhë ngusht akademi me praktike profesionale, industri, shërbime shëndetësore, zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit farmaceutik në Republikën e Kosovës.